Tre miq, tre fotograf të cilët janë pjesë e dinastisë Marubi erdhën së bashku në ekspozitën Venus. Ajo vjen si rezultati një kërkimi të gjatë të kuratorit Lek Xheloshi në fondin e Keg Marubit, Pjetër Aboshtës dhe Dedjakovës. Repertorin e tyre fotografik në një moment të caktuar e përshkon prania një skulpture, hyjnisë antike Venusit, e cila kundron e palëvizshme disa ngjarje që një herë një kohë u zhvilluan në oborin e një shtëpie të rëndësishme të Shkodrës, ku edhe u dokumentuan ngjarje të përveçshme e mëtej ndryshime të forta politike. Fillon me vitin 1914, ku ne shohim një ritual darsme, që e kanë quajtur darsma imagjinare për faktin sepse ka qenë një inskenim i ritualit darsmes, pra nuk ishte një martesë, ishte një martesë fiktive, si thosh. Mashandaj nëpërmjet ciklit të baletit Carro di Tespi, një balet italian, i cili u patthemelu në periudhën e fashizmit si teatër lëviz për të afruar masat drejt një gjuhë më elitare të artit, operas, muzikës lirike, klasike etj. Ku edhe shohim momentin më apoteozën e uborrit të Marka Karriçit, frymen idilike, të freskët, të aspiratat që kishin ato njerëz në atë kohë. Edhe mbyllet me momentin kur ajo shndrohet në shtëpi pionierit, të cilën e dokumenton një triptik si epilog në këtë rast i Pjetër Aboshtës, ku perceptohet komplet ky moment shndrrimit, shohim jo më freskinë, po një dramaticitet subjekteve, edhe një vërfnim, si thosh, gradual të kësaj atmosferë, e cila kulmoi me heqjen e Venusit e me ndrrimin me një skulpturë tjetër, që duket nuk i binte nesh orientimit ideologjik të kohës. E masandaj në vitet 90, gjatë cilën nëpërmjet fotove nuk e kena, por si qytetar e dëshmojmë sepse e dim, ajo kulmoi edhe me asgjësimin e plot të asaj shtëpi që pritin periudha të ndryshme, njerëz të ndryshëm edhe ke, si thosh, protagonistë e aktiviteteve të ndryshme. Kjo është ekspozita e parë që çel një kalendar të ngjeshur që Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi ka për 2025-ën. Ekspozita dytë, e cila do të hapet në javën e parë të muajit qershor, do të jetë një ekspozitë vërtet madhore me shumë partnerë, ku Muzeu Marubi është në një partneritet tashmë të ngushtë me Muzeun e Etnografisë të Budapestit, lidhur me gjetjen dhe zbulimin, si thosh, e disa reperteve të etnografisë, që lidhen me qytetin, por ekspozita dytë do t'i dedikohet rijetëzimit të pazarit të Shkodrës. Pastaj do vijojmë me dy ekspozita tjera, një tjetër e cila do hapet në muajin shtator dhe një tjetër e cila do hapet në muajin nëntor. Do të tregoj një vëmendje të veçantë ndaj artistëve të ri. Kjo fshin ato artistë vanas, kjo fshin ato edhe artistë të huaj. Për herën e parë do synohet edhe ndërtimi një ciklit me disa imazhe të shkrepura gjatë fillimit viteve 2000 në Shqipëri nga këto artistë. Ky pritet të jetë edhe viti i lajmit kryesor, ai hyrjes së Marubit në UNESCO. Muaji prill do jetë muaji vendimtar dhe besoj se do të jetë një lajm i mirë. Ekspozita mbështetet nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe do të qëndrojë hapur deri në 1 qershorin e këtij viti.